Profesor, përshëndetje dhe mirë se erdhën. Mirëmbrëma, përshëndetje edhe për ju. Fillimisht kisha me nisë një paralajmërim të vitit 2023 ku e keni bërë ju që Gjandarmeria e Kosovës do të krijohet. Sot ministri në detyrë Sveçla veç njoftoi në shkrimin e këtij vendimi për një fillim grupit punues. Si e patë këtë ngjarje ditës sotme? Unë mendoj që është një veprim dhe një vendim i mirëpritur në aspektin e përmbylljes së arkitekturës së sigurisë në Republikën e Kosovës. Dihet që fakti i krijimit të Gjandarmerisë e paralajmërimit tim në muajin tetor të 2023 ka qenë si rezultat i sulmit terrorist diverzant të financuar të udhëhequr nga Beogradi zyrtar mbi infrastrukturën, mbi pjesën e aneksimit pjesës veriore dhe është analizuar në aspektin e një këndvështrimit operacional taktik, se ne duhet ta kishim një Gjandarmeri e cila do kishte me shkarkuar veprimet policore që deri në atë periudhë kishin qenë të stërngarkuara me veprimet të caktuara operacionale për të garantuar rënd dhe ligj dhe siguri nacionale në atë pjesë dhe mendoj që tani me një veprim i tillë pas 3 vite të Banjskës mendoj që është një veprim i mirëpritur edhe për strukturat e policisë së Kosovës, por fakti që jemi në fazën fillestare nuk do të thotë që ne nuk kemi kapacitete tani me vetë të krijuara, ku dihet fakti që nga Banjska ne kemi krijuar një njësi të ndërhyrjes së shpejtë të brezit kufitare, e cila me pastaj sipas gjitha gjasave do të shkrihet në kuadër të formacionit të ri të këtij agencionit ekzekutiv në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, por summa summarum është një hap i mirëpritur, është një hap i cili ndër të tjera do të thotë një vizion për veprimet asimetrike që mund pritet në të ardhmen nga pjesa dhe nga pala e Beogradit zyrtare. Cilat do të jenë kompetencat që do t'i ketë Gjandarmeria e Kosovës